Normal që nina keq për ato që ka bo shteti prej ka vi, kom do shoqe dhe shok që janë me prejardhje prej Drenicës ose janë lind atje. Shqiptarët më kanë pranu shumë mirë kur jo marrë me jetu në Kosovë. Ndërum ju jeni integru tashmë në shoqërinë kosovare, qoftë me punë ose qoftë edhe me meq, apo na tregoni çu ju perceptojnë tjerët për bindjet tua? A e ki fjalën për tjerët në Serbi? Shoqënia kosovare. Kosovare. Po. Shoqënia kosovare ose shqiptarët më kanë pranu shumë mirë kur jo marrë me jetu në Kosovë. Unë që 2 vjet tash jam në Kosovë, punoj këtu si përkthyes, maj mësime private, gjuhë shqipe dhe gjuhë serbe. Jetoj bashkë me shqiptar, punoj me ta. Jeta jem në Kosovë është një jetë normale, është një jetë ku ka sfida të njëjta ose të ngjajshme si krejt shoqënia kosovare, problemet a ju paragjykojnë shoqënia kosovare këtu? Shoqënia kosovare nuk më paragjykojnë në atë kuptim ata që më njohin. Nashta ata që halosë më njohin, ose para se me më njoft, mundin me pas paragjykime në përgjithësi ndaj popullit serb, dhe unë ato e kuptoj për shkak të luftës, për shkak të ngjarjeve, konflikteve që kanë ndodhur, për shkak të kalumës. Përndryshe, unë kam një qasje tjetër edhe kam mendime dhe bindje tjera, ndryshe prej shumicës në Serbi ose ndryshe prej asaj çka folet nëpër media atje. Prej cilit rajon keni ndoshta më shumë shoqëni këtu në Kosovë? Prej cilit rajon keni shoqëni ndoshta më shumë? Kam prej Prishtinës, Mitrovicës, Pejës, kam shok dhe shoqe edhe në Gjakov, edhe në Prizren, kështu që paka shumë. Prej Drenicës ndoshta keni? Prej Drenicës kam do shoqe dhe shok që janë me prejardhje prej Drenicës ose janë lind atje. Zakonisht tash jetojnë nëpër qytete, i njoh edhe do njerëz që jetojnë halon në Drenicë. Po, apo na tregon çysh e ke mësuar gjuhën që kaq mirë? Gjuhën shqipe kam studiu në Beograd, në fakultet. 4 vjet i kom bo studimet atje, kur i kom kry, kom shku për master në Tiranë. 2 vjet kom studiu gjuhësi historike ose albanologji. Ndërkohë e kom vizitu Kosovën shpesh herë, edhe tu nejt me njerëz, tu kriju miqësi të reja, e kom mësu edhe dialektin e Kosovës. A shkoni shpesh në Serbi? Shkoj aq sa kam kohë, se jam angazhu shumë me punë të ndryshme këtu, edhe ka njëherë koha nuk më lejon a ju njohin atje për bindjet e juja që i keni ndoshta? A ju njohin për shembull, a e din çfarë ideologji? Po tash veç e din. Paka shumë edhe shpesh herë dal nëpër media, edhe atje do herë jam dal, shpesh edhe shkruaj nëpër rrjete sociale. Kështu që e din çka mendoj, e din që ato çka thom, e thom me sinqeritet, edhe nuk e thom për mensh. Unë këto sene që i di, vetë jam interesu, vetë kom pas kurejshtje me ditë, edhe kom kalu shumë kohë në teren, me njerëz, tu fol. Interesant është që këtu në Kosovë, çdo ditë
mundesh me një tregime të luftës. Sidomos unë që nashta mes veti nuk folin atë shumë, po Çka tu ndjen pas ti kur parasysh kur i jam i mençë ato? Serbisë, shpesh më vesin ose më tregojnë edhe mu më vjen mirë se edhe populli ka nevojë me folë për këtë. Ka njerëz që e majnë mrena edhe s'po dojnë mi përmend këto sene, po unë jam shumë i interesum, shumë kam qef me ditë, edhe ata njihen ma të çlirum ku më kallëzojnë, edhe unë nina ma i përmbushën që di pak ma shumë. A një është nështë ta keq për të kalumën e Serbisë që e ka bon Kosovë me luftën e fundit? Normal që nina keq për ato që ka bo shteti prej ka vi, ka bo shumë dam popujve fëqinj, deri nashta para 150 vjetë na kena bashketu, nuk kena pas probleme me njëri tjetrin, kena pas edhe periuda në shekullin 20, nashta në kohën e Jugosllavisë ku apet kena pas nashta vitet 70 kena pas një farë qëndrueshmërie, e tani apet e kena prish.